Mamografia falas për një javë po ofrohet nga njësia lëvizëse në njësinë administrative Novosel, duke u ardhur në ndihmë grave për kontrollin e ershëm dhe parandalimin e sëmundjeve të gjirit. Kryerja e mamografisë cilësohet mjaft e rëndësishme për shëndetin e grave, ndërsa kjo nismë ka nisur fillimisht në Imar për të vijuar më pas në Novosel dhe për të vazhduar javën e ardhshme në Selenic. Mjeku imazherist Alvis Imshtari thekson se ky proces tashmë po shtrihet edhe në zonat rurale, duke u ofruar shërbim dhe banorëve që kanë pasur të vështirë aksesin në qytet. Sipas tij, për një javë interesi ka qenë mjaft i lartë, ndërsa vetëm gjatë ditës së sotme rreth 50 gra kanë kryer mamografinë. Imshtari shton se kjo rritje interesi ka ardhur pas kapërcimit të skepticizmit që ka ekzistuar më herët. Që për një javë ne ndodhemi në Novosel për të vazhduar programin e mamografisë lëvizëse, i cili operon duke vazhduar në çdo pjesë terreni në qytetet kryesore, gjithashtu edhe në një pjesë fshatrash. Aktualisht ne kemi prekur rajonin e Vlorës, fillimisht kemi qenë javën e kaluar në Imar, duke qenë edhe pjesa e interesit e zonës së Vlorës, pra ka qenë kërkesa për Himarën, ka qenë kërkesa për Novoselën që ndodhemi aktualisht, dhe javën tjetër ju lajmërojmë që janë për të vajtur në Selenic, pra në zonë pak më të thellë të Vlorës. Si ka qenë interesi? Interesi është goxha i kënaqshëm, duke qenë se jemi dhe në një kohë pra që kushtet e motit janë çik të vështira. Interes ka pasur, ne aktualisht në momentin që jemi duke folur kemi bërë mbi 50 gra dhe besojmë do vazhdojmë sot dhe nesër. Në momentin e të enës pastaj shkëputemi për të shkuar në Novosel, në Selenic, më fal. Imshtari ka nënvizuar rëndësinë e kryerjes së mamografisë te gratë mbi 40 vjeç, duke cilësuar atë si një masë domosdoshme parandaluese për zbulimin e ershëm të problemeve shëndetësore. Mamografia te gratë është një ndër ekzaminimet më të thjeshta, le të themi, po shumë e rëndësishme. Do të thotë, një grua mbi moshën 40 vjeç, ajo futet në moshën e rrezikut, le të themi, dhe në atë moshë e sipër duhet që të gjitha gratë të sensibilizohen dhe të kryejnë ekzaminimet e mamografisë. Kjo gjë detyrimisht ne shikojmë që ka ardhur duke u rritur, pra interesi vazhdon të rritet, dhe sa më shumë rritet interesi dhe sa më shumë bëhen vizitat, normalisht edhe numri me i rastet të reja që kapen është më i madh. Kjo do të thotë që në raport me 10 apo diçka vite më tepër, interesi është rritur jashtëzakonisht shumë. Ne shifim në fillim kur i thoshim grave që kjo është gjë e mirë për ju, duhet vini ta kryeni, dhe kishin një lloj skepticizmi, kurse tani mjafton që popullata ta marrë vesh që ka ardhur mamografia dhe të gjitha gratë vinë për ta kryer. Njësia lëvizëse e mamografisë falas nga Instituti i Shëndetit Publik, pas ndalesës në Imar, ku nisi aktivitetin javën e kaluar, ka vijuar në Novosel dhe pritet që javën e ardhshme të ndalet në Selenic për të vijuar më tej shërbimi në zona të tjera.